Adri Mehmeti konsiderohet si një nga talentet më premtues të datëlindjes 2009. Mesfushori po shkëlqen me New York në MLS. Për këtë, disa klube nga Europa kanë dërguar skautët e tyre. Real Madrid, Bayern Munich dhe Leipzig janë të interesuar për 17 vjeçarin. Leipzig gëzon i pari të drejtën e blerjes së Mehmetit. Gjatë kësaj kohe, në monitorim të situatës shfaqen edhe Dortmund, PSG dhe Arsenal. Mehmeti është titular i padiskutueshëm me New York. Interesant është fakti se rreth 2 vite më parë, SBA e bindi për të lënë Shqipërinë e moshave. Mesfushori i talentuar gëzon të drejtën për të veshur sërish fanellën kuqezi. Vera pritet të sjellë zhvillime të reja për të. Adoleshenti shqiptar Adri Mehmeti vazhdon të lërë gjurmën e tij në MLS dhe në natën e të shtunës, futbollisti 17 vjeçar ka dhënë provën e radhës në ndeshjen që New York Red Bulls kanë luajtur në fushën e Inter Miamit. Mehmeti, si zakonisht titular, zhvilloi një ndeshje të mirë në mesfush, por u bë protagonisti mirëfillt i kësaj sfide në minutën e 77 të saj, kur pas një goditje dënimi, u tregua jaftë që të çonte topin në rrjet, për të barazuar shifrat në 2-2. Ky ishte goli i parë në MLS për djaloshin shqiptar, i cili ka lënë përfaqësueset e moshave kuqezi dhe për momentin përfaqëson SBA-n. Një gol i cili la të shtangur edhe Lionel Messin, pasi për të dytën ndeshje radhazi, Inter Miami nuk ja doli që t'i gëzojë fitores së parë në stadiumin e ri, pasi disa ditë më parë, atë kënaqësi ja hoqi edhe Austini i Myrto Uzunit.